sipas kërkesave të shumë ndjekësve të mi, po ju paraqes dhe ju ofroj një cikël leksionesh që kanë të bëjnë me bazat e kontabilitetit, të cilëve përveç përshkrimit të anës teorike dhe konceptuale të kontabilitetit, kemi edhe shembujt edhe regjistrimet e të gjitha veprimeve kontabël që janë të domosdoshme në mbajtjen e kontabilitetit të një subjekti çfarëdo lloj qoftë ai. Në këto cikël leksionesh të punuar në Word, në Excel, gjeni të gjitha dokumentacionet e nevojshme, të gjitha regjistrimet në ditaret përkatës për mbajtjen e kontabilitetit, të gjitha veprimet që lidhen deri në nxjerrjen e bilancit, pra me ditaret e blerjeve, ditaret e arkës aktive pagesa, ditaret e pagave aktive pagesa, ditaret e prodhimi, ditare e shitje, flet kontabilizimi, libri i madh, modelet të flet faturave, të mandateve, e tjerë kemi listë pagesat, përpunimi i listë pagesave, nxjerrja e artikullit kontabël, si dhe regjistrimet në flet kontabilizimi, pra libri i madh dhe nxjerrjen e bilancit. Në këtë cikël leksionesh ju jeni me përfitimin e këtij leksioni, të këtij botimi, ju mund të gjeni të gjitha zgjidhjet për pa qenë nevoja të kërkoni ndihmë me preshtim konsulenca pa diskutim që unë jam i hapur për ju, por në shumtën e rasteve është një ndihmës shumë e mirë që ju në mënyrë të pavarur të arrini deri në nxjerrjen e bilancit. Pra të hyni, po e them nëse e përdori shprehje të tilla si kursant, dhe të dilni në përfundim të mbylljes së bilancit si specialist të mirëfill të kontabilitetit. Programet e kontabilitetit sigurisht që kanë efektet e tyre në shpejtësi veprimesh, por kurrë nuk ju mësojnë juve të mbani kontabilitetin, të nxjerrni bilancin, sepse mënyra e ndërtimit të programeve rutinë që shiten nga subjekte të ndryshme janë thjesht teknika regjistrimi të pasqaruara. Pra në mënyrë të përmbledhur ju keni të gjitha të dhënat që mund të kërkohen në mbajtjen e kontabilitetit, siç është edhe llogaritë e shpenzimeve dhe të ardhurave, edhe nxjerrja e rezultatit. Pra të gjitha i keni të përmbledhura, të shoqëruara me shembuj në këtë cikël leksionesh që ju ofrojmë me një pagesë modeste, pa qenë nevoja që ju të shpenzoni për kurse, për marrjen e kurseve të ndryshme. Gjithashtu në mbyllje të këtij cikli leksionesh ju keni edhe një shembull ushtrimi, të cilin fare mirë mund ta plotësoni edhe vetë, por gjithsesi do të gjeni shembujt, i keni të gjitha në leksione. Pra zgjidhja është fare e thjeshtë. Keni edhe një detyrë kursi, mbas të cilëve keni të gjitha të dhënat dhe arrini të mbyllni edhe bilancin. Ju falenderoj shumë për momentin dhe pres të më kontaktoni për gjithë të interesuarit në email. Faleminderit.